kthyer me lojën e goglave, 2 gogla për ty Vasilika, 2 Arlinda, 2 Ana dhe 2 kinder sorpresa. Po, dhe vazhdoj të lutem më. Po, me radhë, vetëm sepse do I bëjmë me 2 raunde, që hapni të parën, vetëm se përgjigjet duhet jesh të shkurtra, përgjigjet sa më koncize. Vasilik, cila është pyetja e parë jotja? Me di këtë. Nëse do të zgjidhje të ishe personazh libri, cili do të Hapi ishe? vetëm të parën një herë. Po, nëse do të ishe një personazh libri, cili do të ishe? Princesha. E Arabi Saudite, që të rrëfeja të gjithë dhimbjet e grave që dhunohen. Okej, Arlinda. Atëre, cili është destinacioni që ndron të vizitosh, frymëzimi për cilin ke marrë nga një roman që ke lexuar? Jam shumë e qartë për këtë gjë dhe e kam parashikuar që do ta bëj. Unë do ikin në Japoni. Për shkak të gjithë autorëve japonesë që unë I adhuroj dhe gjithë, jo të gjithë, po le të themi Yukio Mishima, Kenzaburo Oe, Yasunari Kawabata, Natsume Soseki. Natsume Soseki, po, një libër shumë I mirë, unë jam një Banana Hashimoto. Edhe duhet të lexosh edhe tjetrin. Ajo është çiksi amerikane. Jo, duhet të lexosh edhe Cili ka qenë heroi letrar me të cilin je dashuruar në adoleshencë? Unë në adoleshencë kam qenë dashuruar me Emma Bovary. Sigurisht adoleshenca, kriza hormonale me radhë, por nga ana tjetër ajo është një personazh I jashtëzakonshëm I rebeluar ndaj asaj që është kotësia e jetës borgjeze. Po themi kështu që unë aso kohë e gjeta si një lloj. Emma Bovary, bukur. Vazhdojmë Renën. Nëse nuk do t'ishe botuese, çfarë profesioni do të kishe zgjedhur? E kam profesionin e dytë, inxhiniere kimiste. Okej, gjithmonë rezervë. Është gjithmonë rezervë. Për çdo rast. Ajta. Personazhi I librave më I dashur I fëmijërisë për ju personalisht. Unë jam gjithmonë e dashuruar që fëmijë deri tani me Gulliverin dhe Lizën në botën e çuditërave. Kam dy. Nuk I ndan të dy. Që I dua shumë edhe Peter Panin, po këta dua Pipi Çoravë. Gulliverin unë e kam dashur shumë, domethënë ndërrimet që kam pasur fëmijë për të ikur dhe për të lundruar në përgjithë botën ka qenë Gulliveri. Frymëzuara nga ustimat e tij. Kemi vazhdojmë me raundin tjetër Vasilika. Risku më I madh që ke ndërmarrë si botuese, po, kemi marrë risqe botimin e librave të rëndësishëm që vijnë nga historiografia shqiptare, libra të po themi të autorëve të 1552-shit, statutet e Drishtit. Projekte të pambështetura nga dikush tjetër. Të pambështetura, por me shumë dëshirë të krijuara dhe të dizenjuara nga gëzimi dhe autorë të rëndësishëm të cilët vinë nga bota arbreshe, si Matteo Mandala, libra të rëndësishëm që besoj do t'i ngelen jo vetëm shtëpisë botuese Ombra, por gjithë historiografisë shqiptare. Arlinda. Frika më e madhe një botuesi është edhe këtë sapo e kam përjetuar. Po? Në fakt një redaktori do thoja, sepse më humbi një 3 ditë punë, vajta 3 ditë punë brapa, për shkak se në vend që nuk e di që më bëri truri një hile, nuk arrit ta kuptoj se si e bëra, kur doja të mbyllja një dokument, të cilin kisha kohë që e punoja, nuk e di as pse nuk m'ishte sejvuar, I thash, thot save, në fakt I thash don't save, dhe në momenti që mu mbyll, mu erë komplet vështrimi, dhe kjo është frika me madhe dhe uroj që mos më ndodhi më kurrë, të mbasësh një punë. E kemi përvuar të gjithë, po jo ndoshta në ato diskusione. Sidomos në një stres tani se ndodhi për para panajirit, kështu që... Po. Ana. Cili është libri që do I riktheheshe disa herë për ta lexuar? Unë do t'i rikthehesha disa herë Komedisionare të Dante Alighieret, sepse përpose ajo është, po themi, konsiderohet vepra enciklopedike, në sensin që është gjithë dia deri në momentin që ai e ka shkruar është I përfshirë aty. Ka shumë lidhje historike, letrare, filozofike për t'u bërë dhe mbi të gjitha është I shkruar kaq bukur sa është gjithmonë një shije e re. Bukur. Irena. Cili lloj emaili ju trem më shumë? Kam një dorëshkrim për të lexuar, po kur del libri im, a ka gabime drejt shkrimore? Për mua më trem ky I dyti, po kur del libri im? Kjo është po vërtet, pas kulisave të votimit të një libri, edhe është histori e gjatë me siguri ka sfidat e veta, ne kemi folur dhe tjetër, kështu që se parashikon dot nganjëherë shumë saktësisht, kështu që gjithmonë në presionin e atyre që presin librin, Jo këtu në Shqipëri, sepse kolegët tanë në botë janë shumë preciz. Kur premtojnë, ose lënë dhe kur premtojnë se kur. Lënë më shumë kohë. Ndoshta lënë më shumë kohë. Gjithatë janë tolerojnë, kancelohet kontrata.
Vazhdojmë, Aida. Sa faqe duhet të kaloni para se të kuptoni që një libër do t'jetë bestseller. Besoj që është shumë relative, nuk mund të thuash asnjëherë për një libër bestseller. Tash me përvojën e viteve, u bën kaq vite që merrem me këtë punë, por libri duhet lexuar i gjithi, sepse në mos diku tjetër do të çalojë, dhe kështu që të jetë një bestseller, duhet patjetër domethënë që të lexohet i gjithë dorëshkrimi, nuk mjaftojnë vetëm faqet e para. Okej, atëherë për ta bërë pyetjen, një libër i mirë, a mund të kuptohet në faqet e para? Unë ari jam në gjendje ta kuptoj që në faqet e para. Të paktën shkrim, mënyrën se si është shkruar. Pastaj, a çalon historia, a nuk a humbet më pas, mund të ndodhë. Ose ringrejet historia. Ose ringrejet, ose mund të ndodhë, do me thëmë, po të paktën mënyrën se si shkruhet, unë ari ta kuptoj me që në faqet. Unë nuk e them asnjëherë, do me thëmë jam si puna ati profesore që nuk e jep asnjëherë 10. Patjetër të shkohet deri në fund. Duhet. Historia apo stili të shkruarit është më e rëndësishëm në një libër? Për mua stili. Edhe rrëfimi ka të bëjë. Edhe subjekti. Dashurie banale si çdo histori. Stili e bën atë një ngrenë. Edhe ti vetëm me stile ngrenë. Absolutisht. Faleminderit. Ju falenderoj shumë që ishit sot me mua këtu për të festuar magjinë e librit. Ju uroj shumë suksese në panajirën e librit që kemi përpara, do të vim t'ju vizitojmë. Faleminderit, do të vim patjetër gjithmonë. Urojmë që dhe teleshikuesit ta përjetojnë me të njëjtin entuziazëm siç është edhe sot në këtë bisedë të kënaqësinë të folurit për librin, i cili mbetet pa diskutim gjithmonë një dritare ose një derë e cili të hap një botë totalisht të pa eksploruar, kështu që çdo libër i ri që na fton gjithmonë. Faleminderit edhe juve që vini, edhe që ndajmë këto biseda kaq të bukura. Faleminderit shumë dhe gëzuar edhe suksese. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët, të dashuri, do të kemi sërish të hënën së bashku. Fundjavë të bukur.